11 kallëzimet dhe më thotë që 4 prej tyre janë në hetim. Për 7 të tjerat nuk di asgjë. Dhe janë drejtuar kryeprokurorit të ri, meqense ka qenë prokurori i rrethit të Beratit dhe e njeh mirë situatën e qarkun e Beratit, po për shkak edhe të lidhjeve që ka në atë zonë si me origjinë nga Skapari, besoj që do të veprojë dhe do të përgjigjet për këto kallëzime që unë kam bërë. Sigurisht që dyshoj se ku ndodhen këto kallëzime, mbas edhe ndonjë postier 7 kallëzime tjera përderisa për 4 çështje më kanë kthyer përgjigje nuk i ka dërguar në SPAK, nuk e di, s'mu të mbaj përgjegjësi për këtë, por dua t'ju them, u bën 3 vjet që kanë bërë 11 kallëzime për një krim të rënd elektoral, ku vendi krimit KZAZ 64 u prish para 3 muajsh në dhomën e fshet ku ndruan kutitë e votimit, me pak vota ku u grabit mandati në 2023 në Quçi familjes oligarku Salilari, bandit të operacionales, bistri në krye e shumë drejtues policie. Si ka mundësi ende 3 vjet kur do ta vendosin drejtsin këta pra Hajdarin e famshëm dhe Salilarin, se janë të lidhur të dy këta, kur do i vendosin për këto akuza që unë kam bërë? 1. Sineci, 4 milion euro në zonë të mbrojtur, pa leje mjedisi, nuk ka prokurori që mund ta mbyll këtë çështje. Dhe një kallëzim është këtu, një kallëzim e çuar në prokurorinë e Beratit, edhe në prokurorinë e Beratit asnjë përgjigje, vazhdon hetimi të zvarritet. 2 kilometro asfalt mbi asfalt, pa procedurë tenderimi të Salilarit, direkt ndikim elektoral. Jam thirrur në SPAK si dëshmimtar për këtë. Jam marrë pyetje, asnjë dëshmimtar nuk është thirrur.